ka politika për shirje, apo tenton që të motorzohet me komunitetet veçanta, ato me ndikim, apo me udhëheqës veçantë fetar për të ndikuar elektoratin, apo që është dhe grigja? Patjetër që ka, sepse fundit elektorati janë edhe besimtarët praktikantë të secilit komunitet. Por nuk mendoj se në mënyrë të drejtë për drejtë një ndikim nëpërmjet liderave apo leadershipit fetar, sepse siç e tha edhe zotëria, sot janë celularët e mjetet e komunikimit, me njëherë diçka që thot dikush bëhet lajm, por mjetet e komunikimit masiv kanë bërë që besimtarët sot të jenë më koshient në lidhje dhe me zgjedhjen e tyre se kujt do ja japin votën. Nuk ka një orientim direkt, pra me sa diun të paktën në këto vite që jam angazhuar me komunitetet fetare, nuk ka një ndikim direkt të leadershipit fetar të komunitetet veçanta se kujt japin votët. Por, siç dihet para zgjedhjeve kemi një komunikim më të drejtë për drejtë të politikës, me komunitetet, me besimtarët, i shohim me fetar, pjesëmarrjen e iftarët e ndryshme. Pjesëmarrjen e iftarët e ndryshme, shohim citate që postojnë nga Bibla dhe Kurani, pra duke një lloj afrimi që në pamje të parë është diçka pozitive, sepse kjo, nëse shohim në këto 20 vitet e fundit, ka një ndryshim. Përpara kishim një fobi ndaj fesë, e cila vinte nga regjimi komunist, ku feja u shikonte si një institucion shpirtëror që duhet qëndroj vetëm brenda objekteve të kultit dhe mos ketë përzierje me jashtë. Ndërkohë komunitetet fetare kanë një kontribut jashtëzakonshëm në arsim, për shembull. Shumica e tyre kanë shkolla, duke filluar nga parashkollore dhe deri në universitete, pa ka një kontribut të drejtë për drejtë në shoqëri.